Ngushëllime nga Alp TV-usa dhe biznesmeni Agim Lumani për vdekjen e Papës. Drejtuar Selishës Shenjtë dhe mbar botës thuhet në ngushëllimin e drejtuar nga drejtori i televizionit tonë, me dhimbje të thellë mora lajmin për ndarjen nga jeta të Atit të Shenjtë, Papa Franceskut. Në emrin tim personal dhe të Alp TV USA, shpreh ngushëllimet më të sinqerta për Selin e Shenjtë dhe gjithë besimtarët katolik anë mban botës, shkroi drejtori Zoti Kanivila. Papa Francesku do kujtohet përgjithmonë si një udhëheqës shpirtëror me zemër të madhe, i përulur, i drejtë, gjithmonë pranë njerëzve të thjeshtë. Për ne shqiptarët ai mbetet një mik i veçantë, i paharrueshëm. Vizita e tij e parë jashtë Vatikanit pikërisht në Shqipëri ishte një mesazh i fuqishëm dashurie dhe respekti për vendin tonë. Ai vlerësoi dhe ngriti zërin për harmoninë ndërfetare shqiptare, një model që e mori dhe e solli në vëmendje të mbar botës. Po ashtu Papa Francesku përshpejtoi procedurat për shëntërimin e nënës Terez, bie son të dashur dhe simbolit të mëshirës dhe përkushtimit njerëzor. Më 4 shtator 2016, në drejtimin e tij ajo u shpall shenjtore, duke na dhënë një nga momentet më të rëndësishme të historisë sonë shpirtërore. Papa Francesku ishte dhe do mbetet një shembull i dashurisë hyjnore, i përulësisë dhe shërbimit ndaj tjetrit. Njerëzimi humbi një udhërfyes të rrallë, por trashëgimia e tij do mbetet e gjallë në zemrat tona. Ndërsa patrioti, filantropi, biznesmeni dhe aktivisti i komunitetit Agim Lumani, i cili para afro 3 vitesh u takua me Papën në njoftimin e ngushëllimit, shkroi: me dhimbje të thellë mora lajmin për ndarjen nga jeta të një prej figurave më të dashura të kohës sonë, Atit të Shenjtë Papa Franceskut. Largimi i tij është një humbje e madhe jo vetëm për Kishën Katolike, por për të gjithë njerëzimin. Sa ishte një zë e paqes dhe i dëmshurisë, i unitetit, i drejtësisë për të gjithë pa dallim feje apo kombësie. Kam pasur fatin dhe nderin të takoj personalisht Papa Franceskun në një vizitë planifikuar në Vatikan në vitin 2022 si pjesë e një delegacioni nga Teqeja e Baba Rexhepit në Michigan. Në atë takim, ndjeva përvojtërinë dhe dashurinë e tij të sinqertë për gjithë botën, një njeri me zemër të madhe dhe shpirt të ndritshëm. Në emrin tim personal, familjes sime dhe gjithë komunitetit që përfaqësoj, i shpreh ngushëllimet më të sinqerta Vatikanit, Kishës Katolike, mbar njerëzimit, besimtarëve katolik shqiptar. Qoftë kujtimi i tij i përjetshëm dhe trashëgimia e tij udhërfyes për brezat që vijnë.